Mirëmbrëma miq dhe shikues të nderuar të emisionit Glamur. Mirë se erdhët sonte në këtë dritare televizive, ku sonte me mysafirin e emisionit Glamur do të flasim për një panel diskutimi mbi artin koreografik shqiptar, i realizuar së fundmi i cili hapi çështjen e rëndësishme mbi gjendjen aktuale të koreografisë, repertorin mes traditës dhe krijimtarisë bashkëkohore, si dhe nevojën për studimin dhe dokumentimin e qartë profesional. Ky panel i udhëhequr nga Ilir Loku, koreograf shqiptar dhe një nga zërat më aktiv të artit të koreografisë shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ai njihet si koreografi i parë shqiptar i shkolluar profesionalisht për koreografi folklorike në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe është themelues, drejtues artistik edhe i shoqërisë artistike ansambli Ilirida nga Shkupi, me të cilën prej më shumë se një dekadë punon në ruajtjen dhe zhvillimin bashkohor të vallës shqiptare. E pra në studio kemi koreografin Ilir Loku. Ilir Loku është koreograf shqiptar dhe një nga zërat më aktiv të artit koreografik shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ai njihet si koreografi i parë shqiptar i shkolluar profesionalisht për koreografi folklorike në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me një qasje të strukturuar akademike dhe të përgjithshme ndaj trashëgimisë koreografike shqiptare. Veprimtaria e tij artistike karakterizohet nga një raport i vetëdijshëm me vallën tradicionale, të cilën ai e trajton si bazë të gjallë krijuese që kërkon studim, dokumentim dhe interpretim të argumentuar skenik. E pra të nderuar shikues, shpresoj që e kuptuat edhe nga paralajmërimi im, mirë po edhe nga biografia të cilën unë e përgatita për mysafirin tim sonte, ashtu që do t'i them mirëmbrëma dhe faleminderit që ma nderoi studion koreografit Ilir Loku dhe faleminderit që erdhe në Glamur. Sonte me mua. Faleminderit shumë për ftesën edhe për mundësinë. Është kënaqësi shumë e madhe, sigurisht kur kemi mundësi për të biseduar për gjërat bukura të cilat kanë ndodhur, do flasim për një rrugtim i ri i joti, uroj që t'jetë ashtu, do flasim për këtë panel diskutimi i cili ishte i nevojshëm me vite dhe vite dhe nuk e di se si nuk u kujtua askush ta realizoj apo nuk kishte edhe mundësi për ta realizuar. Si kaloi ky panel? Në radhë parë faleminderit për mundësinë. Gjithmonë në televizionin e shtetit kam gjetë shtëpinë time të dytë për të referuar, për të reflektuar. Faleminderit. Atëherë panel diskutimi mbi artin koreografik shqiptar erdhë si nevojë, ndjeva që ka mungesë të një debate ku mblidhen profesionistë e fushës dhe hapin debate, diskutime, kritika, analiza ose problematikat thelbësore të artit tonë koreografik. Dhe mendova pse mos bëjmë një panel i cili do të mbledhë disa koreograf, kryesisht të fushës akademike, dhe diskutojmë mbi problematikat të sinqerta ose autoktone ose reale që na ndikojnë në jetën e përditshme neve në punën tonë si koreograf. Dhe kjo ishte si nismë, si ide, u realizua shumë modestisht, me një buxhet shumë të vogël financiare, me pak njerëz, por me shumë vlerë. Na nderuan profesorët nga Tirana, nga Elbasani, Prishtina, Vitia e shumë të tjerë. Doli jashtëzakonisht shumë mirë. Ti je dëshmitar i asaj që punën artistike e bën me shumë dashuri dhe me shumë përkushtim. Dëshmia e gjallë, do kisha thënë, që e fillove si një nismë, e kam pa një intervistë të cilën para 6 viteve ke qenë pikërisht në emisionin Glamur, dhe ishte si një nismë shpresdhënëse, pak i dëshpëruar, mirë po ke sukses, tash veç më tepër se një dekadë je pjesë dhe udhëheqësi i ansamblit shoqëror, kulturor, artistik Ilirida.
A mendon që ky panel do ta ketë këtë rrugtim dekadësh? A ka predispozita? Absolutisht mendoj që po. Sepse shikardita unë gjithmonë kur kam marrë një iniciativë për të bërë diçka ndryshe, e kam marrë me shumë seriozitet edhe shumë rrallje më kthym mbrapa, edhe kur kanë qenë rrugë të vështira. Po. Me të vërtetë po. Unë mendoj dhe besoj që ky panel do të zgjerohet, do të merr për masa mbarkombëtare. Më kanë falendëruar jashtëzakonisht shumë profesor, shumë artist, shumë kërcimtar, që kanë vlerë dhe kanë peshë, kanë autoritet për punën që i kemi bë, edhe mendoj që e ardhmja është edhe më e fryshme edhe më produktive. Mendoj që po. Fatkeqësisht dua ta them që mbështetje kolektive në vendin tonë nuk kemi pas. Interesim se mbështetje s'kam pas nevojë për mbështetje, unë nuk e kam bërë për vetë, atë e kam bërë për komunitetin tonë. Gjithë secili ka pas nevojë dhe ka pas mundësi me ardhmë mu shpreh për problematikat, për kritikat që ju bëhen atyre që punojnë me artin koreografik, të gjithë koreografëve, pedagogëve dhe kryetarëve të ansambleve shoqërive kulturore artistike në Maqedoninë e Veriut edhe Kosovë dhe Shqipëri, të gjithë kanë pas mundësi me ardhmë dhe me bën një debat shumë modest, shumë cilësor, rreth problematikave tona, sepse ne shpesh akuzohemi të gjithë që punojmë me artin koreografik dhe jo vetëm ne. Dhe aty ishte një mundësi e mirë, një hapësirë, komoditet kishte jashtëzakonisht shumë mirë, shumë të mirë, edhe hajde të ulemi dhe të bisedojmë shumë miqësisht, shumë profesionalisht, se ku stagnojmë neve, ku janë problemet tona, pse arti koreografik shqiptar është në dorën e tretë. Sepse siç e dim, arti koreografik shqiptar është arti lëvizjes, është arti i parë i njerëzimit. Po, patjetër. Kurse sot neve ku ta shohim në jetën reale, në industrinë tonë, ne jemi arti i tretë. Muzika ka shumë përpara, arti pa mort, pastaj jemi në arti koreografik. Dhe pse ne kemi ngecë këtu? Pse nuk jemi përpara? Normal, ka shumë problematika, kjo është temë jashtëzakonisht shumë e gjerë, por hajde tulmi diskutojmë aq sa mundemi, aq sa kemi mundësi. Mendoj që do të merr për masa më të mira, më pozitive dhe më akademike. Sepse ka edhe shumë për të diskutuar. Absolutisht. Ka edhe shumë, domethënë kjo është një rrugë e hapur për të diskutuar edhe më tepër tema tjera. Mirë po, cili ishte konstatimi më shqetësues që doli nga ky panel diskutimi? A u diskutuan shqetësime? Po, shiko, ishte një temë, ndoshta jo mirë e përgatitur, ishte një temë shumë e gjerë. Po. Ishte arti koreografik shqiptar dje, sot dhe nesër. Si ka qenë dje, si është sot dhe si pretendojmë të paktën të jetë nesër, ose si duhet të jetë. Dhe kishme kundërshtime ose reflektime të ndryshme që nuk përputheshin me njëri tjetrin. Po kjo ishte edhe ideja e këtij panelit. Ajo që ndoshta më shumë ti u diskutua, ose në syrin tim që ishte më e vlefshme, më e mirë, është propozimi për një revistë shkencore lidhur me këtë debat, këtë panel. Domethënë për çdo vit nëse neve mbajmë nga një panel rreth artit koreografik, për çdo vit ketë nga një skript apo revistë shkencore lidhur me artin koreografik. Dhe ajo do t'ju shërbejë edhe studentëve të arteve skenike nëpër universitete, po edhe valltarëve nëpër ansamble dhe koreografëve autodidakt që janë. Pastaj mas disa vite ti mundesh mi bë 10 vjet, pas 10 vite ato mblidhen dhe mund të botohet edhe një libër, po. Sepse ne kemi mungesë, jo vetëm në Maqedoni që absolutisht ne s'kemi asgjë këtu. Edhe në Kosovë dhe në Shqipëri ka mungesë të literaturës, të specifikuara për drejtime të ndryshme. Po. Ilir, kur flitet për rrezikun e humbjes së kuptimit kulturor të vallës shqiptare, ku ndodh kjo më shpesh sot në skenë, instituciona apo mungesa e studimit të këtyre gjërave? Shiko, unë kam bërë një studim të vogël rreth artit koreografik shqiptar në Maqedoninë e Veriut dhe kam parë që arti koreografik këtu paraqitet në 4 forma. Po. Njëra prej formave është që unë e kam titulluar koreografia e kopjuar, është kryesisht ajo koreografi e cila rrjedh prej studentëve dhe nxënësve në shkollat fillore.
kur shkollat festojnë ndonjë aktivitet kulturor, mësuesit i udhëzojnë ose i kushtozojnë fëmijët që të marrin, të përgatisin ndonjë valle shqipe për X festën. Dhe ata fëmijë kryesisht hyjnë në YouTube dhe e marrin një valle të caktuar dhe e kopjojnë. Por pa e ditë ai fëmijë që vallja ka një mesazh. Struktura e vallës, konstrukti i kërcimtarit shqiptar në për valle shqiptare dallon prej valleve slave. Për shembull, ngritja e këmbëve dallon tek neve shqiptarë dhe dallon te popujt tjerë. Dhe fëmia këtë nuk i analizon dhe ngrit kamën 5 herë ose 10 herë duke e pa videon dhe thotë unë bëj një valle shqipe, por kamën, formën, strukturën nuk ja ka dhënë ashtu siç jepet. Ai nuk ka aftësi dhe mundësi të analizojë këtë gjëra. Dhe këtu mendoj që mund të devijojë pastaj fëmijët të rriten me këtë kulturë duke menduar që janë vallet tona kështu. Një. E dyta është vallja e cila sot mes traditës dhe abuzimit, nëse më me thonë, valltar në përdasma, koreografia në përdasma tona. Kemi shumë ansamble të mira, të jashtëzakonshme që shkojnë edhe promovojnë kulturën tonë në përdasma. Sot dasmat për mendimin tim janë një festival. Ansamblet bëjnë çmos që të organizojnë një koncert, të mbledhin 300-400 vetë njerëz dhe ta shohin folklorin e tyre ose programin e tyre. Patjetër njoftohen me folklor dhe me tradita. Sot e kanë dasëm këtë. Ka trupa valltarëve të ansambleve që shkojnë në një dasëm ku janë 300 njerëz. Të dy gjinitike aty, mosha të ndryshme, të jashtëzakonshme, profesione të ndryshme njerëzish aty. Dhe këtë kanë ardhur për një qëllim të mirë të me festu dhe ata shohin folklorin tonë burimor të pastërt live, afër, bile edhe kanë mundësi edhe të kërcejnë me ta. Kjo është një arritje e mirë pozitive. Por nga ana tjetër, ka shumë grupe që kanë dalë që nuk kanë background artistik as si valltar dhe po abuzojnë me lëvizjet koreografike. Po shpikin, po imagjinojnë lëvizje, dhe të gjithë dasmort nuk e njohin artin koreografik siç duhet dhe mendojnë se kjo është e duhur dhe e bukur. Ata bëjnë disa lëvizje ekstravagante që për syrin është e bukur, por nuk ka thelb, nuk ka identitet. Nuk është as pak e lidhur me profesionin tonë. I vesh kostumet popullore, lëshon një valle me muzikë popullore dhe kështu mund bastardohet dhe abuzohet përmes artit koreografik, njerëzit fillojnë edhe bëjnë biznes. Kjo është, mendoj që është më rrezikshme. Dhe hapi i tretë është ajo koreografia shqiptare në për ansamblet amatore, ku shumica e ansambleve amatore sot funksionojnë me repertore të vjetra prej vitesh. Nuk kanë krijimtari të reja. Edhe ato krijimtari nuk janë të flas për koreografinë shqiptare në vazhdimni, nuk janë të trevave tona, janë të Kosovës dhe Shqipërisë. Koreografët të cilët kanë ardhur nga Kosova dhe Shqipëria në të kaluarën kanë ardhur dhe kanë mënuar repertorin e tyre të ansambleve të shtetit këtu. Nuk kanë dalë në teren me ulumtu terenin, me studiu dhe pastaj me vënë një vallë autoktone të Shkupit, të Dërvenit, të Karshakës, të Pollogut. Kjo është problematika. Dhe ajo e katërta që jo më pak e rëndësishme, por mendoj që është më shumë, është arti koreografi shqiptar në ansamblin shtetëror, arti profesional. Ne e dimë që në ansamblin e shtetit kemi një trup të jashtëzakonshëm valltarëve, që kanë energji, vullnet, pozitivitet, por i mungon profesionalizmi. I mungon disiplina skenike profesionale, i mungon shkollimi adekuat. Gjithsesi, të paktën ata fëmijë, ata valltar, ajo trup duhet të ketë një profesionist i cili do t'i udhëheqë më tutje. Ata edhe pedagogun e vallëzimit edhe korepetitorin ose koreografin e ansamblit nuk e kanë të shkolluar. Domethënë ka kalu 5-6 vite derisa është themeluar ansambli, kanë kalu 6 drejtora për brenda ansamblit, asnjëri i fushës së koreografisë dhe një person i cili nuk është i fushës së koreografisë nuk e do koreografinë më shumë se artin e vet dhe nuk e njeh më shumë se artin e vet. Dhe normal që, domethënë, koreografia profesionale ka mbetur nën hije, ka mbetur anashkaluar gjithmonë si në ansamblet amatore, si në ansamblin e shtetit. Këto janë ato pika që unë jo mundu mi sqaru gjatë atij debati, ku më dhe mësë shumë të mu. Patjetër. Sepse e dim që je një artist i cili je i shkolluar dhe je drejtuar në këtë drejtim me
magjistraturë dhe me fakultetet e nevojshme të cilët duhen për të drejtuar një ansambël ose për të drejtuar një koreografi. Mirë po, mungesa e këtyre gjërave a e bën që mungesa e dokumentimit të koreografive të jetë një problematik shtesë, apo jo profesionistët të cilët e duan këtë punë, mirë po nuk është që pesha nuk është aq e njëjtë sikur profesionistët ata të cilët janë shkolluar dhe janë drejtuar në këtë drejtim. Po, absolutisht po. Domethënë është shumë e rëndësishme se kush merr dhe referon, po, dhe udhëheq apo edhe mëson, edukon gjenerata të rëndësishme. Kush merr dhe studion historinë e koreografisë shqiptare, kush merr dhe e përpunon atë. Është absolutisht e njëjta, unë me thonë, sikur këto kërcimtarët e shpikur që shkojnë nëpër dasma, që s'kan një background artistik si valltar, dhe ata shpikin krijimtari, lëvizje të ndryshme. Është e njëjta gjë. Koreografia nuk është vallëzim, është koncept, është ideologji. Dhe unë mendoj që jo gjithkush ata që kanë talentin të jenë kërcimtar, edhe mund të bëhen koreograf. Mund të bëhet një pedagog i mirë, një korepetitor i mirë, i cili vallet që i ka mësuar vetë nga koreograf të ndryshëm t'ja transmetoj brez pas brezi gjeneratave të reja, por jo t'jetë një koreograf. Ne ngatrojmë shpesh këtu, të gjithë quhemi koreograf, edhe unë dikur kam quajtur veten koreograf kur kam qenë në ansamblet amatore, kur s'kam pas shkollimin adekuat. Nuk e kam ditë që koreografi ka një rol tjetër prej atij korepetitorit dhe pedagogut vallëzimit. Të janë 3 terme të cilat dallojnë prej njëra tjetrës, por kanë të bëjnë me të njëjtin funksion, me të njëjtin prodhim, me të njëjtin produkt, me vallëzimin, por dallojnë. Neve quhemi të gjithë koreograf këtu, kërcimtarët e vjetër të cilët kanë bërë një background 10 vjeçar dhe merr me ushtru fëmijët e tyre, ato thonë ky është koreografi i ansamblit tonë. Koreografi është personi i cili krijon një krijimtari të re. Kurse ne ato që e bëjmë në për ansamblet që i ushtrojmë fëmijë, që i mësojmë vallën e njohur, e vallën që është produkt, ai është korepetitor. Personi i cili e merr dhe të shpjegon se si është një vallë, si mësohet vallë, ose pedagog i vallëzimit i cili merret me strukturën, qëndrimin, mimikat, teknikën e kërcimtarëve. Domethënë bëjmë dallime. Është shumë e rëndësishme që njerëzit adekuat të merren me pedagogjinë dhe mësimdhënien tek fëmijët. Edhe personat të cilët e shkruajnë historinë e artit koreografik shqiptar. Absolutisht po. Dhe shoh që me shumë përgjegjësi dhe me shumë përkushtim po flet për këto problematika, për gjithë këtë sfidë që ndoshta po e ngërthen këtë artin edhe bukurinë e artit koreografik ose bukurinë e artit të lëvizjes. Ndoshta kjo është ajo reflektimi i juaj profesional që i keni realizuar gjatë këtyre viteve si një koreograf i parë shqiptar i shkolluar profesionalisht, ndoshta i shef këto mangësi të cilët devijojnë dhe me shumë forcë po i mbronë, dhe po e shoh që me shumë dashuri dhe me shumë reflektim të madh po flet për këto gjëra. Alinda, shiko, unë mendoj që artisti lind. Po. Dhe bësh i perfeksionuar nëse punon pastaj shumë. Po. Unë e dua vallëzimin me të vërtetë. Unë e ndjej atë. Unë nuk kërcej figurativisht. Unë edhe lëvizjet minimaliste i ndjej. Çdo lëvizje t'jep një emocion, një ndjenjë pse e bën. Nuk vjen vetëm formalisht. Absolutisht që po, unë pas studimeve, unë kam qenë edhe në për ansamblet amatore, kur kam qenë amator, kam qenë shumë i përpikt në detajet. Të mbaj mend t'i lirë, do me thonë, ti ke qenë e valltari më me detaje dhe më me përkushtim të madh në çdo vallë të cilët unë kam pasur mundësi që t'i ndjek, edhe nëpërmjet punës që më ka mundësuar televizioni, mirë po edhe si spektator. E të kam pa në çdo lëvizje. Dëgjoj, unë kam qenë edhe shumë i rrept, se s'kam fjalor tash, shumë i disiplinuar.
në skenë, edhe vetë personalisht, për edhe si pedagog kur kam qenë, edhe si korepetitor. Kam pas dëshirë që të ketë një disiplinë të jashtëzakonshme në skenë. Ishin 20 veta në skenë, në salë, dhe unë shpjegoja një lëvizje, nëse dikush atje lëvizte, bëjtë një lëvizje kështu kot, unë më shkoj kësyn atje, ti pse s'dëgjon, çka thash? Këtu vëmendje. Edhe mbaj mend, kur dësha me fillu vallën, 3, e bësha shpjegimin e thësha 3, gati 3, ata filloshin një lëviz atje, ti mos haro kamën të natë që i ki gabim sërë. 3, shkojmë, ndreqe flokti. 3, trupin drejt, kesh. Ajo është mak si profesionist. 3-4, shkoj ke një 10 herë dhe ata disa profesor të mi, disa mësus mi mbrapa, thuje ma atë 4 se nga plasë. Dhe me thonë, kam pas dëshirë të jem shumë i disiplinum valltar në skenë. Edhe vetë jam jashtëzakonisht shumë i disiplinum. E ndjej vallëzimin shumë, e respektoj skenën shumë, sidomos publikun. Për mu, vallëzimi dhe publiku janë pjesë e jetës time, të cilët këto dy subjekta, si me thënë, më kam pru mu këtu ku jam sot. Ky njeriu i fushës, i dashtun, i artist. Kështu që po. Po, mua më vjen mirë që po të shoh me shumë dashuri ende po flet për punën, për kushtimin, dhe 10 vite edhe me shoqërinë të cilën e themelove, me shoqërinë të cilën ti po udhëheq. A janë nxënësit ashtu siç ti janë përshtat në të reptësin tënde profesioniste? Tash, shiko, unë edhe jashtë duke bisedu thash që unë kom reflektu shumë me jetën time në Prishtinë dhe në Tiranë. Po. Kom ndryshu qasje ndaj profesionit, qasje ndaj miqve, ndaj familjarëve. Kom ndryshu jashtëzakonisht shumë edhe në aspektin personal, por edhe në aspektin profesional. Dikur nëse kam qenë më shumë i rrept, më shumë kam bërtit në skenë, kam qenë më i dhunshëm nëse më thonë taj profesionit, sot jam më liberal, më i qetë. Po. Sot mundohem me fjalë, me bind kërcimtarin se ai duhet ta bëj këtë lëvizje dhe se mundet ta bëj. Dikur unë edhe i kum paragjiku fëmijët, kum thonë ti s'mundesh, ky mundet. Me të vërtetë, sot të gjithë munden, sepse mënyra se si unë e spjegoj, ose se si ti e zbërthen lëvizjen dhe i thu personit në fjalë ta bëj lëvizjen, është e thjeshtë tani më për mua, të paktën. Vetëm e shaftësinë e kërcimtarit, pastaj unë di se si ti them. Si ti qasësh, po. Po. Gjatë këtyre viteve të kaluara jeta të dhuroi shumë sfida profesionale. Dhe këto 10 vite me ansamblin, sa të kanë ndihmuar sfida dhe sa sfiduese kanë qenë këto 10 vite për të formu, për të mbijetu dhe për të qenë një ansambël me përmasa mjaft të njohur apo. Shiko, po të kthehemi të kaluarës, po të isha unë në ansambli ku e kam fillu karrierën time, unë do kisha mbet vetëm si valltar, thjesht. Me shkëputjen prej rrënjës, prej shtëpisë ku unë u rrita dhe u ngrita si artist, fillova me reflektu ndryshe dhe me pa një këndvështrim më të gjerë të profesionit tim. Po. Hapa një lokal, i cili më mundsoi edhe të merrem pastaj me dasma, me grupet e dasma, me profesionalisht, duke e siguru mbijetesën tonë artistike përmes dasmave. Po jo duke ikur nga tradita profesioniste? Jo, absolutisht jo. Gjithmonë duke referu traditës ose valleve të vjetra, ashtu si që kanë ndërtu koreografët e parë. Dhe në Shkupje je vetëm vend që ne mund të gjejmë petka dhe gjërat të cilat i përshtaten. Të bëjmë pak modest, kemi shumë ansamble, të gjithë janë të mirë, të gjithë edhe shkojnë nëpër dasma, ka ansamble që për me, ka grupe që për me jashtëzakonisht pasqyrojnë traditën tonë ashtu siç është nëpër dasma. Shqyqër Zotit Shkupi nuk i mungojnë këto. Po neve ku na duhet një veshje shkrim të Ilirit. Ajo tjetër gjë pastaj. Një festival shkrim të Ilirit. Unë nuk e kam kthy askënd deri tash, për Zotin, besom. E shoh që ansamblet tjera kanë kthy, nuk ju kanë ndihmuar njerëzve. Normal ata e kanë bërë një eksperiencë dhe ata kanë ndihmuar dikur në të kaluar, unë kam qenë vetë në ansamblive palikuqe dhe kanë ardhur
shumë njerëz të fushave të ndryshme, profesioneve të ndryshme dhe kanë kërkuar ndihmë aty ju kena shërby. Por mendoj që tani ata janë lodh dhe e shohin, hajtë se tash këta trit janë, le të ndihmojnë këta trit, edhe mendoj që i kemi edhe si obligim pak. Nëse gjithsesi, ku dash, ku tulim, ku henum sa. Folëm, e përmendëm lokalin dhe më njerë më kujtu. Se me shkëputjen për ansamblit Tipi Palikuqi, unë themelova ansamblin tim, themelova edhe një lokal timin që mirët me veshjen tradicionale. Aty edhe kam bërë menaxhimin e dasmeve, projekteve artistike, miqtë mi janë afru aty. Pastaj ja kryeta edhe fakultetin në Prishtinë të artën e koreografisë, edhe pastaj vazhdova magjistraturën në Tiranë. Domethënë më hapën shumë dyrë diapazone më gjëra, më ndonjëherë shkëputja prej diçka që mendon që është e mirë dhe është shumë e mirë. Po, realisht ti hap dyrt më shumë normal, nëse ti punon se shkëputu nga diku dhe ti rri se ka më bëma mirë, ajo absolutisht nuk ndodh. Por shkëputja nga rrënjët duke shpresuar për një të ardhmë më të mirë. Patjetër. Edhe puna jashtëzakonisht shumë e madhe, mbështetja familjare mbi gjitha, kjo të jep një perspektivë dhe të hap dritare jashtëzakonisht shumë të mëdha. Dhe te unë ka ndodhur kjo. Po, te juve edhe bashkëshortën e ke një artiste shumë të nderuar, që kam pas mundësin dhe rastin, po nuk kam pas mundësi t'i bëj intervistë. Ata se ka pas fatin kërkosh, ajo nuk vjen. Nuk vjen për intervista. Mi po e kam pas fatin që t'takohem dhe të bisedoj me të. Përkraja familjare është shumë e rëndësishme. Sa ka qenë bashkëvepruese, bashkëpunuese dhe përkrase edhe gjatë këtij rrugtimi tandin, tuajin, bashkë. Kur bashkë jeton me dikën është rrugtimi i bashkë. Familja është prioritet. Çdo prind mundohet me bë maksimumin për fëmijën e vet, në çfarë do fushë qoftë ai. Edhe çdo bashkëshort ose bashkëshorte duhet të jetë kraj djathtë i tij në çfarë do fushë. Jashtëzakonisht edhe fëmijët ashtu duhet jenë. Unë kam fati që kam një familje të jashtëzakonshme, të përkushtuar në këtë drejtim. Unë jam personi vetëm ose artisti vetëm në familjen tonë që kam bejë, se familja unë është marrë me artë, baba im dikun ka qenë viteve, e kam cek 70-80 ka qenë kërcimtar solist i parë në ansamblin e Minduraku, një periudhë shkurt edhe ka udhëheqën si pedagog vallëzimi. Mësimdhënës, agja im ka qenë, është marrë me dramën, me teatrin, kur ka qenë si student i ri. Kështu që familjarisht na ka përcjell një farë lloj tradite. Unë kam beti vetmi dhe e shoh një mbështetje të jashtëzakonshme dhe një mbulje, një krenari tek familjarët e mi me arritjet e mia që i kam bërë deri tani. Edhe nuk kanë hezituar edhe miqt ose familjarët kusherit e lartë të ndihmojnë këtë fushën, këtë drejtim, si nga ana financiare, morale, në çfarëdo aspekti, kam mbështetje jashtëzakonisht shumë të familjes, por mos të harroj që mbështetja më e madhe ka ardhur prej bashkëshortës. Patjetër, sepse mundësia që ajo të më lejon ta kryej profesionin tim aq larg asaj, edhe në një kohë, një fazë më kritike të jetës, kur ajo ishte edhe shtatzan, unë isha në studime, edhe pasi lindi djali, pastaj unë vazhdova bashkërisht me të dhe me familjarët, iniciuan që unë të vazhdoj studimet në master në Tiranë dhe mendoj që kjo është mbështetja më e madhe. Është e bukur që është personi i zemrës, është shtytse mbështetja më e madhe, absolutisht po, edhe nuk di se si do ta shpërblej këtë, edhe pse unë nuk kam bërë vetëm për veten, unë sot këtë që jam fal tyre, por gjithmonë në kontribut në çështjes kombëtare, artit, kulturës, por edhe mbi familjen. Patjetër. Ilir, ku është puna me ansamblin? Tash në pjesa e ansamblit shoqërisë kulturore artistike Ilirida, pjesëmarrje në për festivale të ndryshme, 10 vite veçmë kanë kaluar. Cilat janë planet e shoqërisë? Shko, me ansamblin Ilirida kemi stagnuar paksa. Arsyet kanë qenë mos prezenca ime këtu për shkak studimeve dhe ka stagnu. Gjenerata që kanë qenë janë rritë, kanë lanë, s'ka pas kush më u marrë profesionalisht me ta. Njerëzit më të afër që e kanë pas edhe më të
më të talentuar për ta udhëhequr, për ta menaxhuar një ansambël, i ka marrë ansambli i shtetit. Po. Disa kanë dalë jashtë pastaj, janë shpërndarë dhe ansambli ka stagnuar paksa. Dhe vitin e kaluar ne kishim të kremtojmë 10 vjetorin e ansamblit, 2025-ën me 25 dhjetor kishim edhe jubileun. Nuk arritëm për shkak disa pengesave modeste, të thjeshta. Gjithsesi dhe e kemi shtyr për këtë vit. Aktivitetet kanë qenë jashtëzakonisht shumë të vobekta këto 2-3 vitet e fundit, minimaliste. Jo munduar të krijoj, ne kemi punuar brenda, por nuk është që kemi shkuar në për aktivitete edhe për shkak mbijeteve financiare. Unë kam një problem të jashtëzakonshëm këtu do ta bëj publike me aplikimin në Ministrinë të Kulturës të projekteve në Ministrinë e Kulturës edhe të institucioneve tjera, sepse qysh i ri kam hasë fillimet e para të ansamblit Lirida kam hasë në për pengesa ose në për ato barjera ku personat të ndryshëm kanë kërkuar shpërblim për ndihmën që ma kanë bërë, sepse nuk jam njohues i mirë i aplikimeve, i dokumentacioneve. Edhe fatkeqësisht edhe i gjuhës maqedone nuk e njoh dhe nuk e zotroj mirë në thelb. Kemi pas nevojë shumë për njëri që ka mujtë me na bë këtë punë, nuk i kemi pas, nuk i kemi gjetë. Domethënë çështje financiare, mungesa e kuadrove të reja, mungesa e kohës dhe ka bërë që ansambli pak me stagnu, por ne jemi duke punu, kemi një trup modeste, me pak meshkuj dhe më shumë vajza, po shpresojmë që të fillojmë me startin, me fillimin e vitit gjyqësitorit të dytë, fillojmë me disa shkolla, ku kanë bërë disa bashkëpunime me disa drejtor, që të shkojmë të marrim studentë nxënës të cilët duan të miren profesionalisht me artin koreografik dhe të na bashkangjiten për të realizuar qëllimet tona, për ta mbajtur artin dhe kulturën në kontinuitet më gjallë. Domethënë ansambli pak ka stagnu, jemi në përpunimin e një koncerti jubilej për 10 vjetorin e ansamblit, i cili do të realizohet përmes 3 formave. Njëra do të jetë një muze modest e ansamblit Lirida, ku do paraqiten kostumet të cilat i kemi përdorur dhe i kemi krijuar ne brenda këtyre 10 viteve. Çmimet, medalje, disa fotografi më të rëndësishme të këtyre 10 viteve. Instrumentet të cilat i kemi siguruar, i kemi blej me vetë financimin ton, të cilat i ka ansambli dhe nuk ka kusht i shfrytëzon, nuk ka student nxënës që merren me ato. E dyta do të jetë pastaj një panel diskutimi rreth ansamblit Lirida dje sot dhe nesër. Ja, shumë interesant. Do të ftoj të gjitha ata bashkëpunëtor tan kombëtar dhe ndërkombëtar të cilët kemi qenë natë që kemi bashkëpunuar dhe ata ta shohin një rezume ashtu siç e ke bërë ti të kaluarën time me 6 vite dhe sot ku jam. Paka shumë kjo tjetë, domethënë ansambli Lirida dje, sot dhe nesër ku pretendojmë, si pretendojmë tjetë, dhe e fundit tjetë edhe një shfaqje ku do të përfshihet rrugtimi i ansamblit Lirida, që nga fillimi, si ka filluar dhe deri sot ku është. Kjo kërkon shumë punë dhe përkushtim, nuk është edhe një gjë e lehtë. Kjo është rrugtimi i ansamblit dhe planet për ansamblin. Cili është plani i Lirit përveç ansamblit, plani personal për karierën dhe punën se... Absolutisht, po e kuptova. Shiko, piksinimi i parë për vetën time, që do të shërbeje të gjithë komunitetit në përgjithësi, është punësimi im, pika referuese në ansamblin e shtetit, në ansamblin shtetëror shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Mendoj që unë duhem atij ansambli, asaj trupe sidomos valltarëve, edhe unë shkoj aty pikërisht edhe për ta shpërbly veten, për ta kënaqur veten, sepse dua të profesion, e njoh, edhe mbi gjitha për të bërë krah e trupës valltarëve. Mendoj që valltarët janë anashkalu, nuk kanë në kontinuitet një punë të dinjitetshme, profesionale. Ajo është pikësinimi im i parë dhe dyta është 30 vjetori i karrierës time artistike. Unë këtë vit mbushi 30 vjet karrierë. Po dhe jam në fillim e sipër ose ala së mule edhe në letër, po kështu me mendje,
kom fillu me strukturu ose me kriju një koncept artistik se si do duket. Kom bisedu me disa miq, domethënë këto janë privilegjet për të paktën për këtë vit prioritare. 10 vjetori i ansamblit, sa më shpejt ta heqim. Një punësim të ardhmën inshallah do Zoti edhe inshallah. Po kush më tepër se ti e meriton këtë pjesë? Edhe inshallah po vjen në të ardhmën një person i cili do të reflekton edhe do ta sheh mungesën e një profesionisti në atë ansambël për të kontribu. Dëshira ime është kontriboj në këtë profesion këfush, po edhe e dyta sepse unë e du këtë profesion dhe di me mendoj. Do e ke bo vite modestisht flas, unë nuk është që do të bëj ndoj vepra aty alamet, gjëra modeste, gjëra thjeshta, por në kontinuitet duke u bazu, duke u referu të gjitha normave profesionale që i takon një ansambli shtetëror. Dhe e treta, që thash, është përvjetori im, 30 vjetori i karrierës time artistike. Kur të shikoni Iliri është aq i ri në moshë dhe 30 vjet eksperiencë, goxha punë, goxha vite, goxha mund. Mirë po, në fund gjithçka shpërblehet, Ilir. Tash mua më intereson edhe plani i panelit. A do ngelet ky vit për të mbajt mend apo është një plan ma afatgjat në lidhje me Si që thash më herët, brenda kësaj periudhe kam marrë disa telefonata, disa urime nga personalitetet të ndryshme, kryesisht të artit koreografik, dhe më kanë dhënë disa ide, kanë dhënë disa propozime. Njëri ndër ta është që më ka ofru që ky panel, kështu siç është, të zhvendoset nëse doni me mbajt këtë panel edhe në qytetin tim, se nuk po du me cek as emër as vendodhje. A do me mbajt këtë panel edhe në qytetin tim, unë e të mësojnë të gjitha. Unë e kumë realisht njerë, jo e kumë refuzu, po e kumë lanë në stand-by që thojnë, tu pa tu bo, mës të gutemi, ta mendoj mirë se si duhet jetë forma e ardhshme e paraqitjes të këtij paneli. Mendoj që të bëjmë diçka në ditën ndërkombëtare të koreografisë lidhje me këto panelet. Domethënë 29 prilli është dita ndërkombëtare e vallëzimit, që lidhet me pjesën e koreografisë. E aty mund të bëjmë diçka, por nuk kemi vendosur dhe nuk kam asgjë prioritare. Gjithçka tu pa tu bë, si thonë. Por që do t'jetë në të ardhmen, po. E thash, duke përfshi edhe institucionet shtetërore dhe duke bashkëpunu me të gjithë drejtorët e ansambleve, kryetarët e ansambleve, drejtorët e festivaleve kulturore artistike dhe pedagogëve të vallëzimit, drejtorët e shkollave fillore, pse jo në të ardhmen mos të bëjmë edhe një kurikul modeste, mësimore, që vallëzimi shqiptar të jepet edhe në shkolla fillore. Pse fëmijët tanë të mësojnë artin përmes muzikës, domethënë artin e muzikës, artin figurativ edhe artin e lëvizjes trupore. Lëvizja ta vetëm e kanë skulpturën, si e thomi. Po, edukatën fizike. Edukatën fizike, pse mos ta kemi vallëzimin, i cili përfshin të drejtë edhe edukatën fizike, edhe muzikën, edhe artin pamor, edhe kërcen, edhe muzikën e kanë vesh. Kjo është një përpjekje modeste që planifikojnë të ardhmen ta realizojnë, por gjithsesi tu pa tu bë. Uroj që çdo plan i jotit të realizohet me shumë sukses. Uroj që të jemi mysafir në atë përvjetorin, 30 vjetorin e ekspresimit të karrierës tënde dhe shpresoj që të jemi prap mysafir edhe në festivalet apo ato gjërat e cilat do t'i realizosh edhe për ansamblin Ilirida. Kështu që shpresoj që në mos së zgjatë kjo biseda jonë me vite, mirë po të takohemi sërish dhe të bisedojmë edhe për gjërat e bukura të cilat do t'i sjellish, i sjell dhe je duke i realizuar. Shpresoj që t'jesh aty ku e meriton. Faleminderit shumë për urimet, për shpresën. Unë mendoj që jam bë pak i tepër duke dalë nëpër televizione për çdo aktivitet, por ja që ky jam unë tash unë si ta fshej veten tim ose. Unë kam tentuar edhe të dërgoj persona tjerë që merren me këtë profesion të ansamblit tim, por nuk
këshojnë vetën të gatshme, dalin të flasin dhe t'japin mendime, ashtu si që japon. Të gjithmonë më thonë, jo, ti je figurë ndryshe, ti flet ndryshe, po çka ka lidhje, dhe unë dikur s'kam ditë, më kanë marrë mbas vetës edhe jam mësua, dhe unë drejna me marrë, dy kanë më ofru, por ja që nuk mund t'i bind, mas pari kam probleme me bashkëshortën time, që s'mund t'a binda e t'vje ka pak si komplekse. Edhe kështu që unë kam një nëse jemi drejt fundit, e kam një mesazh që du t'jap në përgjithësi komunitetit, në përgjithësi njerëzve. Në këtë botë moderne, dita është shumë e vështirë. Teknologjia na ka rrethu dhe jemi të lodhur më shumë nga aspekti psikologjik se sa ai fizik. Dhe kur kthehemi në shtëpi pas darkës, ju këshilloj të çojeni dhe të ktheni me familjet tuaja. Shloni një vallë atja Rrugova, Tropoja, Pogonisht e vallet tona të bukura, kërceni sepse kërcimi të afron shpirtnisht dhe emocionalisht të shpërqendron nga problemet e tuaja. Çdo ditë, unë zakonisht kërcej me Albanën dhe me Unikun. Ju jeni profesionista, ju e keni pak më lehtë që të... Shiko, kërcimi nuk është për profesionista. Kërcimi është për të gjithë. Pa dallim, nuk është edhe vallja nuk do të më pa vetëm skenë. Vallja është diçka shpirtërore, emocionale, pavarësisht që ne e shfaqim në skenë për ta edukuar ose për ta kënaqur syrin e një publiku, por sot kemi mundësi gjithë secili të kërcejmë. Ku do qoftë? Me fëmijë deshe do kërcesh sepse ata ta lëshojnë një muzikë dhe ti patjetër duhet të kërcesh. Lëshoni muzikë të shtëpia në një vallë shqipe të bukur, kërceni, kënaquni, shijoni sepse pas gjithë asaj lodhje të dishme, po të ngarkuar, ti ke nevojë shpirtin tënd ta relaksosh, ta shpërblesh. Dhe mendoj se shpërblimi më i madh i shpirtit është të kthesh një vallë me familjen aty, me fëmijët, me gruan, me bashkëshortin, të kënaqesh. Po edhe kof në musafir, edhe një vallë e respektoje, kapi mindili. Po, është shumë mirë kur është një shpirt kaq i lumtur dhe kaq i plotësuar, edhe sepse duhesh të jesh i plotësuar ta kesh gjithë atë pozitivitet. Me gjithçka që e bën dhe që e realizon në jetë, ka një farë plotësimi, sepse ato bëshllëqet na bëjnë pak më nervoz, më dëshpëruar, më Ilir, unë të falemderoj shumë që gjete kohë dhe mundësi të jesh pjesë e emisionit Glamur sonte dhe uroj që ky takim të sjellë edhe takime tjera sërish në studio. Faleminderit shumë edhe një për mundësinë, e thash televizioni shtetëror në programin e Gjën Shqipe është shtëpia ime e dytë, e gjej gjithmonë veten këtu dhe mbështetjen morale mbi gjitha, profesionale pse jo. Faleminderit shumë. Knatësi. E pra miq dhe shikues të nderuar, këtu nuk është fundi i emisionit, këtu është fundi i bisedës tonë. Ne do të rikthehemi sërish në studio për t'ju treguar një film të bukur shqiptar. Miq dhe shikues të nderuar të emisionit Glamur, unë ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj, ne sigurisht që do të ritakohemi edhe të dielën e ardhshme me bisedë tjetër në studio, sigurisht do flasim për rrugtim tjetër, për një profesion tjetër dhe ju pres sërish të dielën e ardhshme në ora 20.